Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut akuzoi qeverinë se nuk po merr masa për mbrojtjen e standardit familjeve. Në kushtet e rritjes së çmimit të karburanteve, Sinan Veseli nga BDI tha se çmimet po rriten ndërsa ka mungesë të veprimeve institucionale për mbrojtjen e standardit familjeve. Në vend që të ndërmerren masa për të mbrojtur qytetarët, qeveria dhe Ministria e Ekonomisë e udhëheqën nga përfaqësues të vlenit, po tregojnë mungesë të plot interesi dhe kapaciteti për ta përballuar këtë situatë. BDI paraqiti një propozim të qartë për rritjen e pagës minimale dhe rritjen lineare të pagave, si mënyra më e drejtë për të mbrojtur standardin e qytetarëve. Ky propozim nuk u pranua. Si rezultat, mijëra familje sot përballen me çmime gjithnjë më të larta, ndërsa të ardhurat e tyre mbeten të njëjta. Kërkon rritjen e pagës minimale në të paktën 3.500 denar, vendosin e çmimeve tavan për produktet bazë, uljen përkohësisht të TVSH-s për ushqimet kryesore dhe kontroll më të rrep të importit dhe tregut për të parandaluar spekulimet, ndërsa kërkohet që Komisioni Rregullator për Energjetik të shqyrtojë më shpesh çmimet e derivateve të naftës, duke marrë parasysh se në bursat ndërkombëtare ka rënje të konsiderueshme të çmimeve të naftës. Duke marrur parasysh se në bursat ndërkombëtare tashmë ka rënje të konsiderueshme të çmimeve. Çdo vonesë në reflektimin e këtyre ndryshimeve në tregun vendor është barë shtesë për qytetarët dhe bizneset. Qytetarët kanë nevojë për veprime konkrete, jo për heshtje institucionale. Qeveria do të veprojë menjëherë për të mbrojtur standardin jetësor të familjeve. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela akuzon qeverinë e Republikës Maqedonisë së Veriut se po përpiqet të pengojë punën e korridorit të 8. Në një konferencë për media, Sela tha qartazi se po shihen tendencat për të anashkaluar dhe për të lënë pa ndërtuar korridorin 8, duke i hapur rrugë botës serbe dhe nëpërmjet saj qasjes direkte të Rusisë në Ballkanin Perëndimor. Burime të sigurta nga brenda qeverisë për ne flasin që qeveria nëpërmjet këtij kurzimi financiar mundohet që të devijoj dhe të ndaloj punimet që kanë të bëjnë me korridorin 8 dhe në këtë formë të përjashtoj, siç ka bërë çdo herë në këto 20 vite që ka ndodhur, të përjashtoj nga këto projekte infrastrukturore, të gjithë pollogun, të përjashtoj lidhjen e Tetovës, e Kostivarit, e Kërçovës dhe Strugës. Ashtu si me rastin e ndërtimit të autostradës Kërçov-Ohër, kur u devijua segmenti i korridorit 8, në pot njëjtën mënyrë, tani më informacionet tona flasin që qeveria mundohet që të ndalë punimet që kanë nisur rreth korridorit 8 dhe punimet të vazhdojnë në drejtim të ndërtimit të segmentit Ohër-Manastir, Manastir-Prilep, në mënyrë që direkt të bëhet lidhje përsëri në korridorin 10D. Ligji i ri për Prokurorinë Publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut kalon filtrin e parë parlamentar. Ministri i Drejtësisë Igor Fillkov, duke arsyetuar ligjin përpara deputetëve, tha se me të rregullohet në mënyrë më efikase organizimi dhe kompetencat e sistemit të Prokurorisë Publike të vendit, i cili është i harmonizuar me standardet europiane. Megjithatë, ai theksoi se ndryshohet mënyra e zgjedhjes së kryeprokurorit dhe vendosen rregulla më të qarta për zgjedhjen dhe vlerësimin e prokurorëve. Ndërsa opozita pretendon se ky ligj i jep një hierarki të fortë kryeprokurorit dhe rënon pavarësinë e shërbimit të prokurorisë publike. Ligji për prokurorët publik pritet të nënshtrohet dhe një debati me ekspertë të propozuar nga të gjitha grupet parlamentare. Maqedonia e Veriut kujton 83 vjetorin e deportimit të 7144 brejve në kampin e vdekjes Treblinka. Në nderim të tyre, kryeministri Istria Mickovski theksoi se kujtimi sot nuk është vetëm për tragjedin, por dhe për detyrën për të parandaluar urrëtitjen, antisemitizmin, racizmin, intolerancën në shoqërinë tonë. Historia në mëson se e keqja fillon me fjalë, me paragjykime, me indiferencë dhe përfundon me tragjedi që trondisin njerëzimin. Prandaj sot, si shtet dhe si shoqëri, rinovojmë betimin ton, do të ruajmë të vërtetën, do të kultivojmë kujtimin, do të mbrojmë dinjitetin njerëzor, deklaroi Istria Mickovski. Ai nënvizoi se komuniteti hebrej ka lënë një gjurmë të paharrueshme në historinë e vendit dhe kontributi i tij në kulturë, arsim, ekonomi dhe jetë shoqërore është pjesë e trashëgimisë së përbashkët. Rajoni. Shumica e qeverisë në Kosovë kërkon nga ambasadorët të mos ushtrojnë ndikim në vendimet e gjykatës kushtetuese. Deputeti i Lëvizjes Vetvendosi Adnan Rustemi kërkoi nga trupi diplomatik në Prishtinë të mos e shkatrojnë gjykatën kushtetuese me vizitat dhe takimet, pasi dëmet për vendin do të jenë të pariparueshme. Gjykata vendosi pak ditë më parë të marrë në shqyrtim kërkesën e qeverisë për shpallje të pavlefshëm të dekretit të presidentes për shpërbërjen në kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
Në krah të presidentes Kosovës qëndronte kryetari i dorëhequr i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ramush Haradinaj tha se presidentja ka respektuar kushtetutën në vendimet e saj dhe se mosveprimi do të përbënte shkelje kushtetuese. Duke folur për zhvillimet institucionale dhe interpretimet kushtetuese, Haradinaj tha se kushtetuta e Kosovës është relativisht e re dhe se shumë situata po ndodhin për herë të parë. Prandaj sipas tij, shpesh kërkohet interpretimi i gjykatës. Sipas Haradinajt, afatet kushtetuese janë të qarta dhe nuk mund të ndryshohen nga asgjë dhe as nga procedurat politike. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Qeveria shqiptare fillon marrjen e masave për të vendosur në mbikëqyrje rritjen e çmimit të karburanteve. Kërkohet ngritja e një task force të përbashkët mes dy institucioneve. Ministri i Financave Petrit Malej theksoi se ky plan operacional vjen në kontekstin e zhvillimeve të fundit ndërkombëtare, të cilat kanë ndikuar në çmimet e hidrokarbureve. Çmimet të cilat do të jenë në monitorim nga këto dy institucione në mënyrë që mos të kemi rritje abuzime të këtyre çmimeve në sektorin e tregtimit të hidrokarbureve me shumicë apo dhe me pakicë. Sot kemi dakordsuar se kush do të jenë hapat që do të ndiqen nga këto dy institucione, duke filluar që nga vlerësimi me risk i operatorëve që operojnë në këtë sektor, por nga ana tjetër edhe duke marrë informacione nga tregu për sa i përket abuzimeve potenciale që mund të ndodhin. Kjo task force do të ketë në fokus rritjen e kontrollit dhe efikasitetit tatimor dhe doganor në sektorin e hidrokarbureve, si në tregtimin me shumicë ashtu dhe në atë me pakicë, në mënyrë që të shmangë rritjet abuzive të çmimit të tregtimit të karburanteve, duke mbrojtur kështu qytetarët shqiptar. Kontrolli do të fokusohet jo vetëm në kontrollin e dokumentacionit doganor apo tatimor, por edhe në kontrollin fizik të sasive të hidrokarbureve që tregtohen nga pikat e tregtimit me shumicë dhe pakicë. Kryesia e Partisë Socialiste deklaroi se nuk do të ndikojë në hetimin ndaj ish-zëvendësve ministres Belinda Balluku. Në një konferencë për gazetarët, Blendi Klosi deklaroi se mbështetja e Partisë Socialiste për drejtësinë e re nuk ka munguar dhe nuk do të mungojë as në vijim. Në asnjë rast nuk kemi asnjë diskutim për sa i përket organeve të drejtësisë re. Mbështetja për drejtësinë e re ka qenë themelet e kësaj periudhe të strukturimit dhe funksionimit të Partisë Socialiste. Mos harrojmë, kemi ardhur në pushtet në vitin 2013 me një nga premtimet e mëdha e reformës drejtësie, atë reformë që ja kemi ofruar qytetarëve shqiptar. Vazhdojmë ta mbështesim, ta jetësojmë dhe natyrisht qëndrojmë gjithmonë të barazlarguar nga drejtësia për sa i përket vendimarrjeve. I pyetur lidhur me çështjen e Belinda Ballukut, Klosi tha se nuk do të pengojnë hetimet dhe se nuk do të përfshihen në punët e drejtësisë. Nuk involvohemi në asnjë proces hetimor. Për sa i përket raporteve të tjera, janë raporte që i takojnë Parlamentit shqiptar, por për sa i përket hetimit, në asnjë rast nuk do të kemi pengim të hetimeve, koment për hetimin, dhe natyrisht koment për gjykimet e fundme të vendimarrjes së organeve drejtësisë. Deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu akuzoi shumicën pushtet se po mban standard të dyfisht me hetimet ndaj Ballukut. Në konferencë për mediat nga Selia Blu, Balliu shpreh se kryeministri Edi Rama ka dalë hapur në mbrojtje të ish-zëvendës kryeministres, duke argumentuar se asaj po i bëhet gjyq publik dhe paraburgimi nuk është një masë e drejtë, ndërsa nuk munguan thirrjet për protesta para kuvendit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i garantoi raporterit për Shqipërinë në Bundestag, Peter Beyer, se opozita është e vendosur për të mbështetur integrimin evropian të vendit. Kryetdemokrati deklaroi se e ka informuar raporterin për gjendjen e sistemit të drejtësisë dhe lidhjet e karteleve të drogës. Projekti për të ardhmen më të mirë të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Natyrisht e njoha dhe me pengesat e mëdha, serioze, shumë të mëdha, me gjendjen e bllokimit të plot të sistemit të drejtësisë, kartelet e drogës dhe fuqinë e tyre shumë të madhe për shkak të lidhjeve të niveleve më të larta dhe vështirësitë të tjera me të cilat ne përballemi, por dhe vendosmërinë tonë për të vazhduar përpjekjet në këtë vend që të realizojmë projektet që kemi. Edhe raporteri për Shqipërinë në Bundestag, Peter Beyer, deklaroi se ka nevojë për një qasje shumë të qartë, transparente dhe të hapur sa i përket sistemit të drejtësisë. Sulm kibernetik në kuvendin e Shqipërisë. Administrata dhe deputetët gjatë ditës së martë nuk patën akses në kompjutera dhe adresat e emailit. Të dhënat e tyre u publikuan në faqen e internetit Homeland Justice në Telegram. Gjatë verifikimeve është vënë re fshirja e një pjese të informacionit në disa llogari përdoruesish të punojësve të administratës. Përmes një deklarate të shpërndarë për mediat, kuvendi ka bërë të ditur se vlerësimi paraprak teknik tregon se mund të bëhet fjalë për një sulm të sofistikuar kibernetik, i cili ka pasur si synim fshirjen e të dhënave dhe cënimin e disa sistemeve të brendshme. Nga analizat e para rezulton se infrastruktura kryesore e punës nuk është prekur, thuhet në deklaratë. Menjëherë pas konfirmimit të incidentit janë marrë masa për izolimin e trafikut të dyshim dhe për neutralizimin e sulmit.
Kryetari i Gjykatës së Lartë në Shqipëri kërkon rishikimin e dhënieve të masave të sigurisë. Fillon procedura për ndryshimin e pjesshëm të praktikës së njësuar të kolegjeve të bashkuara lidhur me vendimin unifikues të vitit 2011 mbi masat e sigurimit personal. Sipas Gjykatës së Lartë, qëllimi është të sigurohet një praktikë gjyqësore më e njëtrajtshme dhe në përputhje me standardet kushtetuese ligjore dhe ato të Konventës Europiane për kufizimin e lirisë personale. Programi i posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në raportin vjetor për vitin 2025 tregon përritje të volumit të hetimeve penale në gjithsej 871 procedime, nga të cilat 294 raste të reja. Për vitin që lan pas, vlera totale e aseteve të sekuestruara dhe konfiskuara arriti në rreth 45.4 milion euro. Nga 30 zyrtarë dhe ish-zyrtarë të lartë, në netim 18 persona janë dërguar në gjykatë me kërkesë për gjykim, ndërsa 10 prej tyre janë dënuar me vendim të formës së prerë. Raporti tregon gjithashtu një ulje me rreth 53.4% të përdorimit të masës së sigurimit Ares me burg, duke reflektuar një zhvendosje drejt masave alternative të sigurisë. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë rënje të çmimit të karburanteve me përfundimin e konfliktit me Iranin. Pak pasi të arrihen të gjitha objektivat e ndërhyrjes ushtarake të përbashkët izraelito-amerikane kundër Iranit, publiku amerikan do të shohë rënjen e çmimeve të naftës dhe gazit, deklaroi zëdhënësja e shtëpisë së Bardh Caroline Levitt. Rest assured to the American people, the recent increase in oil and gas prices is temporary, and this operation will result in lower gas prices in the long term. Populli amerikan mund të jetë i sigurt se rritja e fundit e çmimeve të naftës dhe gazit është e përkohshme dhe ky operacion do të rezultojë me çmime të ulta të gazit në afat gjatë, tha Levitt në një konferencë. Ajo shtoi se presidenti amerikan Donald Trump dhe ekipi i tij energjetikës po ndjekin me kujdes tregjet, bisedojnë me udhëheqësit e industrisë dhe se ushtria amerikane po zhvillon opsione shtesë në përputhje me udhëzimin e presidentit për të mbajtur të hapur gjirin e Hormuzit. Irani kërcënon me sulme akmarrëse ndaj qendrave bankare amerikane dhe izraelite në rajon pas një sulmi ajror ndaj një banke në Teheran. Një zëdhënës i shtabit qendror i Komandës së Përbashkët të Forcave të Armatosura të Iranit, Katam Al-Mbia, paralajmëroi se amerikanët duhet të presin veprimin të dhimbshëm akmarrës. Ai u bëri thirrje qytetarëve të qëndrojnë larg 1 kilometër nga bankat amerikane dhe izraelite. Sipas mediave shtetërore iraniane, disa punonjës bankash u vranë gjatë një sulmi në një bankë në veri të Teheranit. Sipas deklaratës zyrtare, ky akt lufte i palishëm dhe jo konvencional i jep forcave iraniane të drejtën për të synuar qendrat ekonomike dhe bankat të shërbazit të Izraelit në të gjithë rajonin. Teherani ka nisur akmarrje me sulme me dronë dhe raketa, duke shënjestruar Izraelin, Jordanin, Irakun dhe vendet e gjirit ku ndodhen bazat ushtarake amerikane. Zhvillimi historik në Samari të Izraelit krijohet një komunitet i ri në malin e Bal. Ai është pjesë e planit 1 milion në Samari deri në vitin 2050 të udhëhequr nga kreu i Këshillit Rajonal Yossi Dagan. Plani synon të forcojë praninë hebreje dhe të krijojë një korridor të fortë dhe të vazhdueshëm të vendbanimeve izraelite në rajon. Krimi i komunitetit para vendit të identifikuar në altarin e Josueut në malin e Bal vjen gjithashtu pas përpjekjeve të autoritetit palestinez për të dëmtuar dhe shkatruar vendin historik dhe biblik. Rabini Samaris, Eliakim Levanon, tha se me ndihmën e Zotit, ashtu siç është një themel për popullin Izraelit, ky vend do të bëhet gjithashtu një themel për shumë komunitete të tjera, për një ringjallje të madhe të popullit Izraelit, një shpëtim të madh, dhe së shpejti do të shohim shpengim të plot në ditët tona. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.